Të dashur miq, jemi sërish së bashku dhe jam këtu në studio së bashku me piktorin Sejdi Kaplanaj për na treguar pak më tepër për ekspozitën që do të mbahet në 2 prill në Çifte Hamam në Shkup, figura humane për të shpjeguar diversitetin mes njerëzve, edhe ngjashmëritë edhe dallimet të shprehura nëpërmjet pikturës. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot dhe që keni zgjedhur të Shkupin për të bërë një ekspozitë të tillë. Ose që Shkupi është vend i përbashkët të Joni dhe Joni ne jep gjithë njëjtë. Ne në Shkupin jep një. E vërtet, e vërtet. A ju jep atë ndjesinë në një vendi që me të vërtet meriton të shohë ekspozita të tilla Shkupi? Po, kjo është vetë, Shkupi është krejtart. Është art në vetë. Është mrekullim veti kështu dhe plus tjetra, ne në tërhek Shkupi me historinë tonë çfarë e kemë qysh me shekuj. Duhet të theksojmë dhe diçka si ju keni ardhur nga Kosova enkas për këtë intervistë dhe për këtë jemi shumë falendërues. S'ka përse, me zëvate. Më thoni pak, çfarë do të presin njerëzit nga kjo, çfarë mund të presin njerëzit nga kjo ekspozitë? Është që figura humane e njerëzit është një figurë veçantë, si aty është njeriu, figura njerëzit ne jemi gjithë njerëz. Aty janë gjithë njerëz paraqiten në nish, do të thonë nga një njeri në pikturë. Po nuk janë të përsëritura asnjëra prej tyre. Edhe secila pikturë tregon diçka në veti për njeriu, për jetën, për historinë e njeriut, për sfidat që i ka gjatë jetës, për vështërsitë që i ka gjatë jetës e tjera, tjera. Kjo ekspozitë quhet figura humane. Të lëm anash pikturën, sipas jush, sa të ngjashëm dhe sa dallojnë njerëzit mes vetin? Po që njerëzimi është i njëjtë me figurë, po me mentalitete, me kultura të ndryshme. Tash kulturat e ndryshme të njerëzve i bojnë njerëz sa do kudo pak edhe me konë pak ma të ndryshëm një jetë. Për shembull, me marrë një kulturë në Afrikë, atje krejt kanë një kulturë tjetër, e kanë krejt botën tjetër e kanë. Kurse të ne Ballkani kemi një kulturë tjetër me Evropën. Na jena ma temperament, po jena ma të ngrohtë e ma të qartë kështu. Gjithmonë e përmendin këtë kombinimin se mund të dukemi më të egër, pak më agresive, ashtu ndoshta e kemi të pamen, por ama jemi më mikpritës, jemi më të ngrohtë, me njëri tjetrin po edhe me të huajt. Po, ne jemi më të sinqert shumë me të huajt se sa me vetveten. Pse mendoni kështu? Pse mendoj se ne shqiptarët, me kohë sa jemi të mirë, me tjerët, me njëri tjetrin, ne shumë kohë mrekullia dvjas. Ne shqiptarët duhet bashkohëm gjithë për me quhe gjithë shka për para me të mirë. E ajo në qënë për para. Të kombe tjera edhe ato se nuk është e bojnë të vërtet. Kurse ne i kemë për para gjonat shumë me vlera edhe i ne që vlerësojmë. Nuk di me vlerësojmë me që për para. Po një e përbashkët e të gjithve pavarësisht kulturës, gjuhës, nacionalitetit a e kemi? Po, ajo dhe ekziston se kemi historinë e vjetër të Ilirëve. Ne jena pasardhës të Ilirëve. Ne kemi kulturën e njëjtë, po e meta jonë është si nuk jena aqë sa duhet të lidhur ngushtë me njëri tjetrin. Kjo po na kushton shumë. Në çdo aspekt jetës. Por ama duhet theksuar si një gjë që na bashkon të gjithë shqiptarëve, por jo vetëm na bashkon të gjithë njerëzve në të gjithë botën është arti. Sepse kur shoh një pikturë nuk flet shqip ajo piktura, apo nuk flet një gjuhë tjetër. Flet gjitha gjuhët i flet ajo. Po, ajo din unë ka njerë kur bëj ekspozit, njerë e ku pas ja 4 punime, e ju thash tjera, thash i kom lënë shpe për me bo valën, duhet marrë dhe ato tjera të piktura. Kretë pikturat e kanë lojnë e vetë, e kanë, do me thonin e vetë, të ndryshme. Me thonë, arti është art, adin. Po. Më thoni pak, cili stil është përdorur në ekspozitën e cila do shfaqet pas sa ditësh? Me thonë, unë e përdori shumë teknika ndryshme, po këto se vinë Shkup janë me akril në pelhur, është teknika akril thirrë në pelhur. Vazhdojmë të qëndrojmë tek abstraktja? Po, drejt me thonë, gjithherë më pëlqen abstrakcioni. Qysh herët më ka pëlqy me konë diçka në veti, i lirë. Edhe ku punu shumë me arte të diçka me konë ajo e imja, personale, figurë personale. Ne kemi dhe disa fotografi nga ekskluzive që të mund t'i shohim përpara se t'i shohim në ekspozit, nëse mundet t'ju lutem regjia na mundsojte me pamjet. Dhe më thoni pak, ka aq shumë ngjyra aty, ka aq shumë diversitete.
Si bëni kombinimin e këtyre se cilës me njëra tjetrën? Arti njët, ato njeri e ka një ndjenë veçanë si e bon. E bon uni i mrenshëm i artistit. Ai uni i mrenshëm i artistit nuk shifet, po shprehet. Se cili artist e ka një unë thirët i mrenshëm, e cili e qetë me shpirt edhe e shprehen pëlhur, adin e qetë ato. Cilat ngjyra kanë dominuar në këtë ekspozitë? Unë jam kolorist i fort i piktura, pëlqen kolori shumë. Kur hinë vizatime, jam shumë monokrom, grafikat i kam ma shumë monokrom, bardhëzi, kurse kur hinë ngjyra, hi full ngjyra, kom që me konë kolori me dominu shumë. Te kjo ekspozita ka më tepër monokrom ose janë të kombinuar? Jo, këto janë krejt me full kolor. Me full kolor, do me thënë na ndihmon... I kom dhonë shequsit mundësi, mos ditë me lezu pikturën, bëllin ngjyrat bukrashe. Bine sa ta. A mendoni se ne nga përditshmëria jemi dhe shumë të zymt, shumë të zbeht, shumë monokrom, nëse mund ta quajmë kështu? Po jemi ashtu jemi. Shumë monokrom jemi. Përgjith, me monë përgjithsi jena në qatë formë si e theti. Shumë jena, temperamenti lidhët aty, me gjitha. Po, a mendoni se këto ekspozita, vetëm duke i parë këto ngjyra, ndoshta na japin dhe ne pak ngjyrë, edhe na bëjnë të mendojmë dhe ne pak në ngjyra kushtimisht thënë, në atë aspektin që të jemi pak më, të shprehim pak më tepër emocione, të jemi më divers në veten tonë dhe pastaj edhe në krahasime të tjera. Po, shqyqon njeri gjallë, ai si është i gjallë, i sheh, i përjeton edhe shion. Më varet si e meraj. Unë e tregova, për pikturat mia, aty ka ngjyra. Mas pakti, mos mujt diçka me lexu ma thellë në ato piktura, ka me po ngjyrat bukra. Edhe knoqet në qato. Të paktën një gjë e ka. Po, të paktën një gjë e ka, po flasë në përgjithësi. E për njerëz si merren me art, mirëfillt, ka shumë gjona me pa aty. Ka forcë, ka teknikë, ka pikturë si ajo të rëzën tokë, edhe zore ki mu qupe i saj. Pse ajo nuk të rëzën ty me të kapë me gjuhë, po të gjuhën me psikologji, gjuhën me formën si e ka ajo, gjuhën me psikologjin e ftyrav tëne, gjuhën me pozitat e tëne deformune. Ato njeri nuk ka shumë i deformune, po unë e shprej onën sociale, ku njeri s'ka, a i deformuat plotësisht, a i duhet me dalë me lypë, duhet me dalë me punu me karroz, ona sociale shumë bregos, për shta thirët figura humane. Realisht lidhet me njeriun. Po. Kur i shihni këto vepra abstrakte, a keni një figurë të qartë në kokën tuaj se çfarë do të thotë, se si përkthehet ndoshta kjo pikturë, diçka që mund ta shohim ndoshta edhe ne ose gjithkush e ka atë perceptimin e vet për atë gjë, për atë vepër që e ka përpara. Po shiqo, arti shqohet sipas personit. Secili e ka perceptimin e vet, si e sheh digjal. Për shembull, një pikturë dikush e sheh një figurë humane, a si çfarë dikujt tjetër i duket një trunglisi ajo. Sa i nuk din me perceptu si njeri. E sheh se ku një trunglisi, ose e sheh si një skulpturë deformune. Dikush tjetër mundet me pa se ku një kukull lojnë e fëmijëve ndodhë. Varet për personit, që sheh ai, si e merr ai. Në këtë ekspozitë do ketë plot 36 vepra. Sa ku jeni duke i përgatitur? Po drejt me thonë, unë ndërkohë nuk punoj veç një stil, një cikël. Unë për shembull hi punoj peizazh, natyrë, pastaj hi për natyrë qetë. Vjen koha punoj se këtë stilin tim që e kam figura humane, një cikël, kam portrete kohet ndryshme, kam shumë ciklet ndryshme, po se cilat i boj ndryshe, po gjithmonë me stilin e dorën teme. Qysh unë e përjetoj, edhe peizazhin, edhe natyrën e qetë, edhe figurën humane, edhe portretin, krejt ishe, si ajo dora ime aty. Çfarë do të punoj, shihet, ju mundu me përgatit veten me më po aty une, jo më përzime tjertë. Si e keni bërë përzgjedhjen mes të tjerave, pikërisht që këto vepra të jenë pjesë të kësaj ekspozite? Më ka pëlqyer gjithë më prezentu me njeriun. Se vetë një jem njerëz, edhe kur të merresh me njerin, unë sen mas mirë, se njeri ka nevojë shumë me punu për njeriun. Njeri për vetë kur puno për gjithë gjona tjera. Si të punojnë për vetë njeri, figura, njeri, atëherë jena dështun.
Për që ata duhet njeri duhet me nderu njeriun. Aty ke fjalla eret besete. Ne shqiptarët kemë nevoj ma shumë bashkëpunim. Po flasë për vetë vetën une. E pastaj me folë për krejt njerëzimin e botës. Këtu nuk kom diçka dalun unë njerëzim figurë. Krejt kjo figurë e paraqes figurën humane me thonë universale, botërore. Së më interesën mu qëfar race është, a qëfar ngjyre ka. Më interesën me punu që shesho njerim në forma ndryshme. Çfarë ndjesish keni pasur ndërkohë që e keni pikturuar këtë vepra? Kjo ka qenë mrekulli për mu, se kur të hish në atë botë me pikturu këto punime, kjo është një mrekulli e veçantë, se tjetri munduat me ardhë afër, me pa që ka e ty bo, po se më rrinë, se s'ja kap. E mi kap këtu gjona është mrekulli. është diçka veçantë se gjithë kur së mundet. Po përvoja gjatë, qëtë aty ku duhet. Absolutisht. A i kam parë në një piktor tjetër, ose dikush që të pak të nëshë personi artit, këto piktura për para se të ekspozohen? Po, këto piktura, një për të në ka qenë në ndorë vitit kalun të ekspozohen në Ferrara, në Itali. Atje kanë morë pjesë dikon ja 700 artistë botës. Me këtë stil, figura humane ju më paraqit në atë ekspozit atje, ku kom kalu shumë bukur edhe o vlerësu shumë lartë figura humane. Çfarë komentesh ka pasur? Ka pas komentet mrekullie veçantë ka qenë. Ju më një shumë mirë aty se më kanë veçue prej gjithve. Për mirë është fjala. Ka qenë shumë interesant. Ka pas edhe kritike shkrime në atë ekspozit. A ju ka ndodhur në njerë që të keni qenë drejt përfundimit të një vepre, keni qenë pothuajse gati, por diçka nuk ju ka pëlqyer, nuk ka shkuar si duhet dhe a i keni hedhur direkt ose keni munduar që ta korrigjoni atë? Kjo është e vërtet. Shumë herë çdo piktor e çon pikturën shumë se nuk din pikturë kur me lanë e prish. Kështu që shpesh herë mendoj, a me lanë që tash a pak më vonë. Po ka një herë kur s'jon gjendin atë moment me preceptu me kry punimin, e ndaj anësh, mos me pa, s'pa ku një ditë. Për me pas një imazh më të qartë. Pastaj e qes për para, edhe e vazhdoj mrekulli del ajo. Se ka një herë njerëzim, blokohet njeri, s'munit me konë gjithë perfekt. Kur e di se do më tonë, mos e do më tonë, prit, me në, po. Po ka punim para 10 vite që e kom punu, edhe e kom qitë për para, s'u ka ne diçka, një element, e kom hjek, e kom qitë diçka tjetër. Ose i kumë shtu diçka tjetër. Kështu është arti. A vjen në shprehje këtu ajo shprehja që përdoret less is more, më pak është më shumë në disa raste? Kjo është shumë e vërtet. Më pak është më shumë gjithherë. Thjerësia të njeriu është bukuria më e madhe që ekziston. Edhe tash aty në thjerësit njeriut. Ai nëse din me bo pak e me tregu shumë, aty është cili, ajo vepra. Se ti mundoh me mush pikturën një vetë, aty nëse nuk rrinë, ka të ki. Po që të vis një dorë një njerit, nëse din me bo ato ku duhet e si duhet a rrinë mrekulli. Në me thonë pak e shumë. Kjo mbretënon edhe në poezi, edhe në pikturë, edhe në kongë, edhe gjitha artet e ndryshme, në dramë, në film. Çdo film si është me pak autor të kënaqsh me pa. Çdo film si është të lavi, unë s'moj me pa. Ose edhe njerë si unë ndryshëm. Çdo film si ka dramë ta, e ka fantazi me pak autor, ajo tjetë nuk haro krejt jetën. Arti lidhet, gjitha, do me thonë, gjitha mënyrat adin. Po bëni një ekspozit në Shkup pas rreth 25 vitesh. Ekspozita juaj e fundit personale në Shkup ka qenë në vitin 99. Ashtu. Si prisni që do jetë qasja nga vizitorët? Çfarë prisni nga kjo ekspozit? Po, drejt me thonë... Dhe çfarë ndjesish që jep që vini pas kaq shumë kohësh, pas kaq shumë gjëra që kanë ndryshuar ndër vite? Po, i ka ardhur momenti këtë kohë me bon këtë ekspozit këtu, se kom pasun edhe 20 ekspozita 30 tjera, në përvene tjera, po vitin e kalum konkurova këtu në konkurs shtetëror, edhe kalova dhe me boj tash ekspozitën. Ajo ishte. Gjithëherë kom pas qef se këto objekte këtu, si janë në Macedoni, mrekullion për pikturën mërën, edhe për shiqusë dhe vetë veni është krajtartë. Çfarë mendoni se do jenë komentet e njerëzve? Çfarë pritshmërish keni? A mendoni se do i pëlqejnë ose? Unë jam spontan, kush do si do le ta merr, unë e boj ato si ma do shpirti, edhe se cili le ta bon, le ta nin ç'është do ai vet.
Po ku e gjeni frymëzimin për të bërë gjithë këto vepra? Vetë, thash, është një unë i mbrëmshëm i njerit si ai nuk shihet, po shprehet. Ajo frymëzim se unë nuk e di kam vjen, ma mja Zotit, me siguri. Se nuk vjen ajo vetë, kur të vjetë ju diçka me bëhet veçantë, se se ka bëhet dikush, ato ki veç për i fuqis Zotit madh ati kushim. S'ka tjetër. A ju ka ndodhur ndonjëherë që të mbylleni me orë të tëra pa dalur fare nga ateliera ku jeni duke i punuar pikturat? Po, edhe ashtu më ka ndodhur ka njerë. Më ka ndodhur ton natër ka njerë me nej, në atelier, ku kom pas vullnet madh me punu. Po jo në se arti nuk ka sikur me qitë tulla në muri. Se me nej ton natën e kësha bo një muri gjatë, kurse diku të qitë tulla. Po kjo nuk, arti duhet ma shumë me mendu, e kur të prekshëm ja qilu. E jo me qitë me punu shumë, e mos me bo kur gja. Puno pak e gjoja aton si duhet që te. Zdo punë. A kanë artistët në një periudhë ku nuk kanë frymëzim, nuk kanë vullnet, nuk kanë motiv për të pikturuar dhe ndoshta dhe mendojnë që po e lë fare më mirë këtë punë. A keni pasur ju në karrierën tuaj, sepse keni një karrierë goxha të gjatë, tash më disa vite. Po, dikun ka 40 vjeçare. Po, është shumë e gjatë. A keni menduar ndonjëherë që bolli ishte kaçma? Asnjëherë. Arti është dyrët e artit gjithherë qelën tjera. Arti ka dyrët e hapura me, që me thonë, me horizont se nuk e shen njeriu. Sa ma shumë punësh, aq ma shumë kërkon. Sa ma shumë mësojsh në artë, unë tash ka njerë, kur i boj do piktura, e kur menoj para 30 vete që akon bo, ku thëm të shakon që tash mi kap që ta, e mi bo në atë ko. Po ajo bon me përvoj, e përvoja të qëtë gjithë për para, në gjithë punë. Normale. Kjo ekspozit hapet në datën 2 prill. Jo, këtu është një gabimi vogël, hapet me datën 3 prill, po ju ka përzije ekspozita tjetër, është këtë në regull. Po. Në Çifte Hamam do ketë pra 2 ekspozita, një nga... Një me 2, dhe një me 3. Një tjetër dikur që se një, kurse ekspozita ime hapet me 3 prill. Por ama do zgjas disa... Me ora 19, në mbrëmje. Kush do më ardhë, faleminderit shumë. Por ama do zgjas disa ditë, për ata që nuk mund të vinë në datën 3 në ora 19, do ketë mundësi edhe ditët e tjera. Po, 2 javë zgjatë. Po, një kësh me qenë më ardhë atë natë, se unë kom qenë me po, edhe ata që se më dojnë shumë, le të vinë, se unë i du tani ma shumë. Pramoni kritikat? Urda? Pramoni kritika? Kritika është mërkullia. Ata njerë se kritikojnë mu, i du ma shumë ti. Njeriu se të kritikon, a i të dënë. Njeriu se smeret me ty, së dënë heqë. Duhet ta shohim edhe nga ky këndvështrim ndonjëherë. Ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sot. Ju dëshirojmë shumë suksese edhe më datën 3 në ora 19 të gjithë në Çifte Hamam për të parë dhe këto mrekullit me të për të cilat ju flisni me kaq zell dhe përkushtim. Faleminderit për ju në pritje, respekt. Gjithat mirat për këtë medium televiziv. Ju dëshiroj shëndetet mira e miru pashëm gjithherë për gëzime e për mirë. Shpresoj me të vërtet. Faleminderit.